Banorja e Big Brother VIP Kosova 4, Alba Pollozhani, ka tërhequr sërish vëmendjen e publikut me një rrëfim të hapur dhe pa filtra për jetën e saj personale, duke prekur një temë që shpesh shkakton diskutime të shumta si brenda shtëpisë, ashtu edhe jashtë saj, ndërhyrjet estetike. Në një nga bisedat më të sinqerta të ditëve të fundit, Alba ka pranuar publikisht se ka kryer 2 ndërhyrje estetike, duke treguar detaje që deri më tani nuk ishin bërë të njohura për publikun e gjerë. Gjatë një bashkëbisedimi me banorin Labino Tregja, i cili e pyeti drejt për drejt nëse kishte bërë ndërhyrje në trupin e saj, Alba nuk nguroi as pak të përgjigjej. Me një ton të qetë dhe të vendosur, ajo pranoi se kishte bërë ndërhyrje në hund dhe në gjoks, duke theksuar se këto vendime kanë qenë zgjedhje personale dhe të menduara mirë. Ajo la të kuptohet se nuk ka asnjë kompleks për pamjen e saj dhe se ndihet e sigurt me trupin dhe vendimet që ka marrë ndër vite. Biseda mori një tjetër dimension kur Labi e pyeti se kush e kishte financuar ndërhyrjen në gjoks. Në këtë moment, Alba zbuloi një detaj që surprizoi jo vetëm banorët e pranishëm, por edhe publikun që e ndjek spektaklin nga jashtë. Ajo tha se ndërhyrja në gjoks kishte qenë një dhuratë nga ish partneri i saj, Limi, me të cilin ka pasur një lidhje dashurie përpara hyrjes në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova. Sipas Albës, ndërhyrja ka kushtuar rreth 5.000 euro. Ajo rrëfeu se fillimisht kishte menduar ta realizonte përmes një bashkëpunimi reklamues, siç ndodh shpesh me personazhe publik, por Limi kishte kërkuar të priste. Kisha shumë qejf ta bëja dhe po mendoja të shkoja me reklam, por ai më tha të prisja sepse do ma bënte ai dhuratë, tregoi Alba, duke shtuar se në fund ai e mbajti fjalën dhe ndërhyrja u realizua si një gest dashurie nga ana e tij. Ky rrëfim ka rikthyer në qendër të vëmendjes marrëdhënien e dikurshme mes Albës dhe Limit, një raport që tashmë i përket së kaluarës, por që vazhdon të jetë temë diskutimi në shtëpi. Ndarja e tyre duket se ka lënë gjurmë emocionale, sidomos duke pasur parasysh situatat e fundit dhe dinamikat që janë krijuar mes banorëve. Çdo deklaratë e Albës për të kaluarën e saj me Limin duket se ndez reagime të reja dhe komente të shumta, si nga banorët, ashtu edhe nga publiku. Pjesë nga biseda e tyre ka qenë mjaft të drejtpërdrejtë dhe pa dorashka, duke reflektuar stilin e komunikimit që po karakterizon këtë edicion të spektaklit. Labi: Alba, më fal, a ke ndërhyrje estetike? Alba: po, kam 2 hundën dhe gjoksin. Labi: kush ta ka paguar gjoksin? Alba: Limi ma ka bërë dhuratë. Ka kushtuar rreth 5.000 euro. Deklarata e Albës ka ngjallur reagime të shumta në rrjete sociale, ku ndjekësit janë ndarë në mendime të ndryshme. Një pjesë e publikut e ka vlerësuar sinqeritetin e saj dhe faktin që ajo flet hapur për ndërhyrjet estetike, pa u përpjekur t'i fshehë apo t'i mohojë ato. Të tjerë nga ana tjetër kanë komentuar raportin e saj me Limin, duke analizuar në detaje marrëdhënien e tyre dhe ndikimin që ajo mund të ketë ende në lojën e saj brenda shtëpisë. Në një format si Big Brother VIP Kosova 4, ku çdo deklaratë, emocion apo rrëfim personal kthehet në temë debati, rrëfime të tilla vetëm sa shtojnë intensitetin dhe interesin e publikut. Alba Pollozhani po shfaqet si një nga banorët më të hapura dhe më të drejtpërdrejta të këtij edicioni, duke mos pasur frikë të flasë për të kaluarën, për vendimet e saj personale dhe për marrëdhëniet që kanë shënuar jetën e saj. Padyshim, ky moment ka shtuar edhe më shumë kuriozitet rreth Albës, duke e vendosur atë sërish në qendër të vëmendjes. Mbetet për të parë nëse këto deklarata do të ndikojnë në raportet e saj me banorët e tjerë apo në perceptimin e publikut. Por një gjë është e sigurt: Alba vazhdon të jetë një nga figurat më të komentuara të Big Brother VIP Kosova 4, duke gjeneruar diskutime të vazhdueshme dhe interes të lartë nga ndjekësit e spektaklit. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.